Dje në ora 17:55 në Spitalin Klinik të Tetovës, zyrtar policor nga sektori për punë të brendshme Tetov kanë arrestuar një 34 vjeçar nga fshati Bërvenic e Tetovës. Më herët në një lokal në fshat, ai kishte sulmuar fizikisht një 49 vjeçar nga i njëjti fshat. Gjatë alkotestit, te BV janë matur 1,27 promil alkool në gjak. Dje në ora 20 në sektorin për punë të brendshme Tetov, një 32 vjeçare nga Tetova ka raportuar se është mashtruar nga një person nga Tetova për shumën prej 3.000 euro. Sipas denoncimit, gjatë vitit 2024, ajo ishte marrë vesh me personin në fjalë që t'i ndërmjetësonte për sigurimin e një vize pune për Gjermani, ndërsa parat ja kishte dhënë në disa këste. Siç është raportuar, shërbimi nuk ishte realizuar, ndërsa kur ajo e kishte kontaktuar për t'i kërkuar parat mbrapsht, ai kishte nisur debat dhe më pas ishte bërë i pakapshëm. Dje në ora 23:40 në bulevardin Ilindenska në Tetov, zyrtar policor nga stacioni policor për siguri në komunikacionin rrugor Tetov kanë privuar nga liria një 16 vjeçar nga Tetova. Gjatë kontrollit në komunikacion, policia kishte ndaluar një vetur të tipit Ford me targa të Tetovës, të cilën e drejtonte i mituri. Pas masave të ndërmarra, është konstatuar se ai ishte minoren dhe drejtonte automjetin pa patent shoferi. Me urdhër të prokurorit publik, personi është ndaluar, ndërsa automjeti është sekuestruar. Dje dhe sot në periudhën nga ora 19 deri në orën 12:15 në zonën e Gosivarit, zyrtar policor në bashkëpunim me Inspektoratin Shtetëror të Tregut dhe Inspektoratin e Punës kanë realizuar kontroll aksion në bastore sportive dhe kazino. Gjatë kontrollit në një objekt është hasur një i mitur nga Tetova, i cili është dorëzuar tek prindi. Në një objekt tjetër është arrestuar një 29 vjeçar nga Shqipëria për shkak se qëndronte i paregjistruar në atë zonë. Pas dokumentimit të plotë të rasteve, do të pasojnë kallëzime përkatëse.